4, A keni vret një sen interesant të raportet financiare të partive politike? Plot donacione dalin, fix 2.000 euro, 1.999, 1.990 ose veç pak nën limitin ligjor. Edhe tash linë pyetja, apo ndodh krejt rastësisht? Apo maksimumi ligjor po përdoret si paket standarde për financim politik? Sepse idea e limitit ligjor është me i kufizu ndikimin e paras në politik, jo me u bo target për financim. Edhe kur shesh shumë donacione me vlera pothuajse identike, normalisht që lindin pyetja. A ka koordinim? A ka mobilizëm të organizuar? Apo shpërndohet financimi në shumë emra individual? Apo veç po përdoret maksimumi që lejohet nga ligji? Kjo s'do të thot automatikisht që ka shkelje, ama pikrish për çeto arsye, ekzistojnë transparenca edhe mbikëqyrja. Sepse kur donacionet fillojnë me u dok si copy-paste, institucionet duhet me bu ma shumë pyetja. Limiti ligjor duhet me kufizu ndikimin e paras në politik, jo me u bo objektiv financimi. Ndoshta është koha që KQZ me i rishiku politikat e donacioneve politike, sepse kur shumë donacione duken identike, nuk mjafton veç me i publiku, po duhet edhe me i analizu.